do të diskutojmë për këtë çështje, 100 vjetorin e Trepçës, se kush mund të na tregojë më mirë se sa vetë punëtorët të cilët kanë këtë rrugtim të Trepçës e kanë bërë së bashku deri në gjysmën të rrugës. Me ne në studio kemi minatorin Gani Osmani. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje edhe për ju e televizionin juaj. Zoti Osmani, para se të nisnim intervistën, bëm një muhabet të shkurt, të tha dhe kushtrimi, keni bërë gjysmën e rrugës bashkë me Trepçën, gjysmë shekulli rrugë, mirë po, do doja ta nisnim këtë bisedë pikërisht në kohët më të vështira. Atje kur Stan Tërgu ishte gjithmonë pika kryesore, ndoshta për të ecur dhe kërkuar të drejtat e shqiptarëve anë mban territorit. Viti 88 është viti kur ju keni nisur punën, apo jo? Të 88-ën. Ju keni nisur punën në 88-ën? Me 20 tetor vitit 1989, unë jem punësu minjerë në Stan Tërgut, do bëhon minjerë, moshën 19 vjeçare. Ju jeni me profesion? Unë jem me profesion teknikit zetarisë, do bëhon shkollën mes me teknikit zetarisë. Në maj 89-ën e këmë krye, në 8 orë 89-ën jem punësu. Si ka qenë gjithë ky rrugtim juaj? Temi ishtu nga 81-a deri në 88-ën, atëherë kur edhe vetë se keni dalë të protestoni nga Mitrovica deri në Prishtinë. Po unë po ta vesh pak shkurt, mbasi është 100 vjetori. Pa problem. Për Trepçën. Trepça është minjera me madhe plumzingut në Evropë. Një jetësi e 5 tanë botë, dhe më në plumzingut. I ka 11 horizonte për momentin, 800 metra e ka thellësin, edhe i ka 11 horizonte. Dikur veç minjera i ka pas ofër 3000 punëtor, i ka pas këtë Trepça në ombrellën e vetë, dikur 22 organizata punuse në për këtë Kosovën, i ka pas për 20.000 punëtor, dhe më unë ka lënda e parë që dollë, duke fillu tash, veç pika shkurta, unë e pota kjo fabrika akumulatorëve, baterive në Mitrovice, elektroliza zinkut, industria kimike, ta ishi bateria, kjo industria baterive në pej, dhe më unë në për këtë Kosovën, ka pos punëtor që jenë konë në ombrellën e Trepçës. Ndoshta veç pika shkurta për problem, Zoti Osmani. I ka dikun 200 km rrugë, përmi 250 km thuhet rrugë, Trepça pej kur ja ka nisë që 100 vjetë, do më unë koridore që jenë qilë në për horizonte, ku është punuën. Ato na i logaritëm rrugë, koridore që shku dhe i të vendi punët, krejt të që jenë bledhë, jenë dikun përmi 250 km rrugë. Do më unë thellësia këtë 800 metra, edhe rezerva ka pos, edhe ka halo shumë rezervat noja, edhe Trepça është pasunia kombëtare, do më pasunia shtetit, që ja kam pos lakmi gjithë këtë fuqit e mroja botnore. Po, kjo është e vërtet edhe shumë interesant kushtrim, sepse të jesh i Mitrovicës, kështu me njëherë asoson që punon edhe në minjerë të Trepçës. Në minjerë të Trepçës. Apo jo? Po, kjo është shumë e vërtet. Na rajoni Mitrovice, posaçërisht rajoni Sholës, ku i përket Trepçës, fshat në atë Sholës, nuk ka familjar që s'ka post punësu për 100%, po ose 2 ose 3. Dhe më unë, na këtë familjarisht, baba jam ka punu gjallarët e mi, ta që kom punu dhe më unë, kjo shku e jëvesh të familja jam, po këtë e familja e rrethit Mitrovicës. Pasunina ka që zote që pasunina s'ke pos as tuk pjellore, as dete, as dhe më unë, mës me punu edhe me jetu, e kem pos Trepçën edhe u duf mu punësu. Mirë, po para ta dhe Mitrovica e ka pos shkollën mes me teknike zetarisë, e ka pos teknologjin, geologjin edhe kimin, që ju kam përshtat minjerës. Edhe fakultetin e zetarisë, geologjisë, dhe më unë atëherë, unë kështë personalisht për vete edhe prind një familje në ka një punu për me shku në drejtim zetarisë, që më ardhë ma let dhe i të puna edhe më punësu ma let. Atëherë ka qenë fakt që ka qenë edhe kriza ekonomike, familjare, edhe u duf më punësu. Edhe unë mu për që ata jena shku qa drejtim dhe jena punësu minjerën e Trepçës. E përmendet që punën në minjerën e Trepçës e ke filluar në moshën 19 vjeçare, e që deri tani janë bërë 24 vjetë prej që asaj kohë. Po, e bani me në ditën e parë të punës në Trepçë? Po, puna me vështira edhe për prind, edhe për familjar është me vendus, mi shtini familjar me punu minjerë. Ai që ka punu vetë... Sidomos në moshë të re, 19 vjeçare. Sidomos në moshë të re, për shembull prindi jam ka punu,
e tash më punësu më Trepçë edhe e ka posë vështirë. Unë e kom punu mas parin, ja kom nisë me 28 orë 1981 dërimin e tretë, në horizontin e 5, më kujtohet shumë mirë. Në horizontin e 5, jam shku në dërimin e tretë, atëherë çdo punëtor i ri që jenë shkon me përcjellje, se mënyra është pak e rrezikshme, janë rrugë pa njoftuna, domosdoshmë rreziqet pa pritura, në 6 muaj ne kemi si praktik çdo punëtor i ri në përcjelljen e dikujt tjetër më të vjetër, nuk lehet vetëm. Unë jam shku në horizontin e 5, edhe me ta tregu të vërtetën, kom thonë musha me do njerë më kur s'kom me. Kështu kom thonë. Edhe kanë thonë edhe shumë veta, se kur jam hi unë pi dritën terë, do më thonë aty krejt terë, çdo gjo krejt but tjetër. Zhurmat aty në garkuse, në i thënë, ka vu edhe lodera, makinat me shty pjetarit, dhe më unë këtu, kur i kom gjëgju mas parit, merë mu ka duk, edhe kom hunë musha vërden me gjes me dollë, kush që unë e mund nuk kom me hi këtë, mirë po kjo joshja dhe adaptimi është pasunia me madhe, shoqënia mirë, edhe ka dardone, jena josh, jena adaptu edhe basanena nuk ka duk shumë letë. Kur po thoni joshja, keni fjallën për ambientin e punës, cilën e keni pasur në vazhdimësi, apo jo? Jo, tash, njerë nuk ka duk shtirë, ta ishi kur i kom po unë e kom po dhe punëtur aty shumë, nëse na e në konë gjenerata, kom po gjenerat mesme, kom po dhe shumë të vjetër. Tash kur e logarit që unë kështë shumë vjetër, po punët, nështë anë atë kujen konë, se në atë kujen konë edhe punëtur të kështë të vjetër me veshje, komtare, me plisa, me shalla, diku 90% kur hypsha unë në autobus për Mitrovice me shku krejt me plisa, me shalla e konë. Dhe mund kur i posha ata, të isha kuj vjetër me punu, pëse s'punojën. Edhe shoqënia kanë qenë shumë mirë, dhe mund ata është vjetër neve në kanë respektuar, në kanë rujtë me në posë familjarët vetë, dhe mund ta që i ka dardale dhe na jena adaptu edhe jena mësu, edhe ka posë punëtur që i masanina dhe mi lutë me dorë si përfoqe nuk dorë me punu. Dhe mund i adaptuet punës edhe e kena kalu dhe mund qatë kuën për 81 deri në 88, ta ishin protesta në 89, dhe mund në kom punu 8 vjetë, mas 8 vjetë në kanë qitë për i punë, 10 vjetë kena najtë pa punë. Qështu ta ishin 2 mitën i nga këthy, apet mas lufteve, dhe mund kjo një farë periude që i kena përjetu gjitha edhe këtë marshin, dhe mund shkurjen Prishtin për stantar konkom. Si u vendos kjo? Kush vendosi? Si ishte organizimi gjithë asaj protestet themi kështu nga Stantarku deri në Prishtinë, sepse me shku me veturë është largë, e lere më të nisesh në këmë. Që kjo, dikush mendon se minaturët janë të pashkollume dhe nuk kanë mendu që ashte. Kanë mendu edhe funksionarët e ish Jugoslavisë në atëherë dhe kanë mendu që jenë pashkollume dhe nuk shohin largë, dhe më unë jenë shkurt pamës. Mirë po minaturët janë konë njerëz jo shumë të shkollume, mirë po janë konë oratorë shumë të mirë, edhe janë konë largë pamës që kanë po gjithë shka. Me kena po në atë kuën, e kena vërejt që dikun 1/4 e popullësit Kosovës, dikun 500.000 vetë, gjatë ku kanë kalu për dhe më honë për viteve 80-89, që konë demonstratat, dikon 500.000 vetë kanë kalu në vërduar policisë, jenë burgose, jenë reje, jenë maltretu. Ta që masane filloj diskriminimi i shkollave, e fakulteteve, dhe më honë që mi allon kulminacionin, kër erdhë, për shemull, kjo hiqja kushtetutës vitin 1974 që konë Kosovës, atëherë diskriminimi i këtyne profesorëve të fakultetit, edhe na i kem po gjitha ato që do më hunë dhuna dhe represionin, na s'kem po s'ku me shku. A ishte kjo periuda me vështirë e punës tënde në Trepçë, apo konsideroni edhe diçka tjetër si periudën më të vështirë që ka kalu në minierën e Trepçës? Po kjo koha, tash unë po du, do shta vëq edhe mi kry këto për shembull. Është greva e parë që minaturët kanë morë greva e parë në Bocinë, që nuk ka qenë grevë sociale. Po ka qenë, për çështje sociale, kom fjallën këtu për kushtet minaturët, po ka qenë grevë politike. Dhe më thonë për mbrojtjen e kushtetutës, mbrojtjen e shtetit Kosovës, atër një farmyrën i nakon në shtet, edhe mbrojtjen e intelektualve, edhe profesorve, edhe fakultetit, dhe më thonë qatë ku. Mirë, po këtu na e kem ditë edhe në kohë shumë dhe dishëm që Trepça ka konë një fuqi
e modhe që ka posë respekt shumë të madh edhe në Jugoslavinë, po ka posë respekt edhe nashta këtë botë. Minaturët kanë posë respekt. Edhe atëherë kanë venduar për me bo gjendjen sa më alarmonte edhe me njoftu edhe këtë botën, na kena venduar, vendimi më i shtiri është me njerë e nashkun protest, nuk ka posë rezultat, mas një vjetë e kena venduar me hinë grevë. Domthon, edhe kur vendos me hinë grevë me njerë, vendos edhe me vdekë. Na qashtu e kena llogarit. Edhe atëherë, nashta, se dikush kush është i vetëdijshëm e din që na atëherë ojri vjen pesi për faqe. Pa e na me njerë s'munu rryma, pa rrymë na s'munu me jetu se ai ventilatori edhe ashensori që ilëshan punëtur, pa rrymë s'punan. Na kem ditë që këtu janë këtë dorën e armikut tonë, mirë po ka mujtë me ndu edhe një katastrofë. Vesh me në lojrin, na kishëm ishëm gulfot 1300 veta. Mirë po ka dosh zote edhe fati që nuk ka duhet naj tragedi, mirë po kjo nuk ka duhet se u bo top lajmë në këtë botën. Në Evropë, po këtë gazetat, nuk e mas pari për Sloveni, Kroaci, ta që i kanë fillu gazetat Gjermoni, Italiane, këtë gazetat e Evropës kanë fillu edhe kanë shkru që qa po nduhen Trepçe, edhe atëherë u bo top lajmë edhe u hinë në kontrol tjetër kuj edhe nuk kanë bujt me vepru sa që kanë dorë, se kanë bujt neve me nduhet në i katastrofë. Na kem posë, jem kont vetëdijshëm, që Trepça mundet me bo top lajmë edhe me i të regu krejt botës që po nduhet në Kosovë. Kjo edhe ka nduhet, edhe u bo realitet, edhe qëllimin ja kena rrit. Mas pari ka qenë vishtëri kërkesa, kanë qenë mbrojtja kushtetutës, dëmon mbrojtja shkollave shqipe, edhe dërheqja këtyne 3 njerëzve që kanë punu me Serbisë, Ramon Morina, Ajsa Madin, Azeme edhe Ali Shukriu. Mirë po me zgjatjen e greves, ato kërkesat kanë jenë shku të shtu të ishe. Dhe po, si jenë realizu, mos me pas organizatore, dhe më unë, ato kërkesat jenë shtu e jenë rritë. Na kem vendos, kena nejtë të ditë pa dalë kur, greva ka pos pasu edhe, mas lufte, edhim mas e na dalë, ne kena rritë qëllimin, njerë mundu me na mashtru të na mënyrat aty ka pas funksionar që jenë arë për gazetare, funksionar për këtë të Kosovës, ka pas që jenë konë detyru, nështë ta qef s'ka pas veç për Komitetit Qendror të Jugoslavisë, që jenë arë në atë kohë që Stipe Shovari o konë me bashkëpuntuar të vetë, ka bo lutje me dalë, na i kam pru vullet falcë ata funksionarët si kemë pranu, masa ne ata dorëheqjen e kanë dhonë, me vulle, me krejt, na e na dalë, mirë po forca i ka këthy mbrapa proceset prap, mirë po na ja kena arrit qëllimin, edhe në atë moment që na dalë, jenë konë gjithë minaturë, 1300 minaturë, suspendum për i pune. Alo pa dalë na, i kemë na dhe dokument që na shumë dokumentacion atje në arhiv, janë suspendum edhe gjithë jenë konë denu me ka 60 ditë borë. Dhe më unë kutë në zanë, i ke posë 60 ditë borë. Na qëllimin e kena arrit, e kena kry greven me sukses, edhe jem krenar që jem unë edhe shokët për i tash edhe do janë, dos janë, edhe familjarët e tyre dojnë me konë krenar që jem pjesë martë asoj greve, që e kena dhonë një kontribut për pavarësinë e Kosovës. Dhe më honë, se pas mendimit tem, 3 shtylla janë kryesore të pavarësisë. Demonstratat të nisin greva me naturëve dhe lufta që kështë. Dhe më unë të 3 e kanë arrit kombinacionin sot shtetin e kena. Por, sa ju ka dalë shteti në krah gjatë kësaj periude? Me të drejtë thatë që janë demonstratat e të nishës, greva minatorëve dhe dalja në skenë e ushtrisë shqiptare të Kosovës, sa u ka dalë shteti në ndihmë pas minatorëve? Dim që në vazhdimsi minatorët kanë ankesa pikërisht për çështjen e pagave, për kushtet e punës së cilat ata punojnë. Çka është ndryshuar nga 2000-ta kur ju jeni rikthyer në minjer e tutje? Mu vje shumë keq, po mu duhet me thonë realitetin. Vetëm për atë po flasim. Na kem post takim, se unë im kona si sindikalist, sekretar sindikate dhe sindikatat para neve që jenë konë dëmonë, api 2016 s'kena vazhduhet, edhe sindikatat para neve, kem post na takim
njerëz për qeveria Bajram Rexhepit kërkon mas pari, të gjitha qeveri tjera, të gjitha ministrit, jena shku, na kanë pranu shumë mirë, na kanë kena qitë kërkesat, na kem qitë si 6 kërkesa kryesore, na kanë pranu, kanë thonë janë të arsëshme, janë të mundshme, keme realizu, asë një nuk o realizu. Na keme mendu, unë si minator i vjetër, edhe shokët e mi, keme mendu që këtë në rëshko mendu. Na keme thonë një kontribut, e keme rreziku jetën tonë, e kena najtë pa punë 10 vjetë, që atë kuhen më të madhen, kur kem pas nevoj me rritë fëmijën edhe familjar, na kena najtë pa punë, për hirtë shtetit, na keme mendu, edhe me ministri kom bo laf, me këtu kena bisedu, na kena mendu që i kom mendu të ndrysh. Kur dhim na, me njëherë mas lufte, qeveria kom e bo një listë veçantë për minatorë. Për qëta minatorë nuk jenë konë shumë, 1300 minatorë që jenë konë në greven e modhe, jenë konë edhe dartona edhe këtu e valia që jenë konë, krejtë me logarit 3000 minatorë, nuk jenë konë, 3000 minatorë. Kemë edu që kanë me bu një listë veçantë, kanë me në dhëmë një penzion dinitetshëm për kontributin e dhëmë, na kemë më shku të shpia dhe dikush familjarët ose dikush pa marrë parasysh me marrë punëtor 3 gjenerata 3, edhe me fillu me punu, edhe me jesë për para trepqa. Mirë po kjo nuk ka duhet, sot janë minator 64 vjetë hala, pa dollë, 1 vjetë pa dollë penzion, hala punën minjen. Hala është pjesëmarrës i greves, i protestave, i demonstratave, edhe hala punën minjen. Domthonjë nuk kom bo kur fal ligji. Masa ne kem bo kërkes si 6 pika kryesore që i kena pas. Pika e parë ka qenë njoja penzioni 70% pagës. Ajo kur rregulluar e ligjit zetaris. Çdo minator, çdo minjer të bëhet e ka 70% pagës kur del minatori. Edhe na kem lyp, kem kërku që mosha e penzionit mos me kon 65 vjet, sikur minjera në të ka sikur ai barnatore, edhe ai mjeksi që punon ose në arsim, 65 vjet ai 65 na. Shqipnia ka, na kem takim minatorë të Shqipnisë e kanë 55 vjet. Po, Zoti Osmani, prej këtë këtyre qeverive të cilat kanë qenë, siç thatë dhe ju, prej atëherë kur ka qenë Injeri Bajram Rexhepi, e deri tek tash, kush mund të jetë, themi kështu, kush ka dalë hakësh më shumë të minatorëve? Unë e di që ju nuk jeni të ngarkuar politikisht dhe mund të thoni që ky person ka bërë më pak, ky person ka bërë më shumë. Këtu në Trepçe, për me jesë Trepça për para, duhet me investu shumë. Po. Mu vje keq, veç asë një qeveri në Trepçe nuk ka investu shumë. Gjitha qeverit na e na konë krizë, dëmonë kriza për paga, nuk ke mujtë se borqet e trashigume, dëmonë shtrejtimi rrymës, këtu na nuk ke mujtë me adal edhe me prodhim, se na tash nuk shisëm, veç lëndën e porsi si koncentrat, na nuk mu i fitujmë shumë, si për para që ka qenë shkriturja zveçarit, udore, argjenti, atër ka fitu Trepça. Mi po me koncentrat na qesëm, në derzën ndërkombëtare, që është çmimi i koncentratit, nuk mundu me adal. Na i qesëm dikun një 1 milion, po thëmë shitje, i kemë nashta 1 milion e 200-300.000 me paga dhe me shpenzime. Ja 300.000, nashta i kema 400.000 shpenzime. Gjitha qeverit na kanë dhonë neve mjete për paga, nashta 1 milion, 2 milion, 3 milion. Varësisht për nevojës. Mirë po, për me rregullu çështjen e penzionit, me rregullu kontratën kolektive, sigurimin shëndetësor, asnjë qeveri se ka po. Halo, kjo nuk është halo. Cila është të themi një prej kërkesave kryesore, ose një prej nevojave kryesore që Trepça duhet ta ketë për momentin? Duhet të realizohet? Unë thash e pota këtu 6 kërkesa kryesore që i kena bo na, edhe i kemë në morë zyre sindikatës, hala ato janë dikon që 15 vjetë virme, kush vjen i sheh. Që kje kërkesa e por, ke me penzioni 55 vjetë, 70% njohës pagën. Kem pos sigurimi shëndetësor. Dëmonë, sigurimi shëndetësor ka qenë për para se Trepça veçin valit për dhanë. Aja hinë djallë i ri, me 10 vjetë e më shënit i ka lamë. Atëherë, si që smu, ajo dalë për jashtë, sigurimi sociale, edhe këtu e ka pagu 50% rrugës, 50% Trepça, aja ka morë një pog e ka morë, dëmonë, kem pos penzion invalidor. Penzion invalidor ka qenë, ku një minatorë lëndu minjerë,
ai mo minirë nuk ka punu, u dol ka punu si invalid për jashtë, edhe ka morë pensionin, e ka morë pogën sa një minatur. Dhe më unë penzion familjar, që fëse një familjar na kemë posë edhe raste tragjike në minirë, që të ka posë. Tragjikisht, për shemull, u mytë minaturi, familja ati pa morë parasysh ashtë e varfë në posë, në ka të punësum, familja ati ose gryja ati disa u konë gjomë, e ka morë një pogë të minaturit, ose fëmi që se ka posë grunë, fëmija dhejti ka bo mushën 18 vjeqare. Tash na kemë raste tragjike, mas lufte 4 i kemë posë, 2 në kanë arton, 2 në trepqe, familjarët e ty në kur gjë s'kanë morë. Dhe më unë shkupuj pe i bëhet e krejt. Penzioni, na punojmë që unë punoj që 44 vjetë, kur dalë penzion, dalë si pa punë. Dhe më unë me 180 euro, dalë penzion. Nashta, është me rruga mesatore 700-800 euro, del me 160 euro penzion. Dhe më unë regullimi i qështjes penzioni, kontrolta kolektive, sigurimi shëndetësore, këtu nuk jenë regullu kur gjë. Minaturët pëj minjere i nëzirëm, nashta me gjithë tyrë thyme, i qëjmë spital në Prishtinë, thot pash mjetë e me pagu, ose që privat. Atëherë, unë e di kur e lëdu punëtorët, i kanë që më aeroplan në Shkup, ose në Zagreb, ose në Beograd, pa morë pasy dikun në spital, këtë i kanë hjek shtetë, i kanë hjek spenzime, dhe morë ka hjek Kosovë. E tash këtu nuk eksistojnë. Tana, trepçat duhet me bo kontrolën kolektive që i përfshin gjitha këtu. Po, investimet brenda trepqës në makineri janë bërë nga ndonjë qeveri, apo jo? Sepse besoj që janë të nevojshme dhe ato pa tjetër. I ka nashta 10-15 vite që jenë morë do makinat mëdhaja janë kamion me dizel edhe ngarkuse, që i kanë morë i kashtin horizontin e 10 edhe 11. Mi po unë si sindikalist, ato nuk, për mu, nuk jenë pranushme. Se ato janë mjete dizel me djegët mrashme, që për një kohë shkurt ai katalizatori ty në prishet edhe ata lirojnë gazna. Minjera duhet me punu me shtypje tajrit, me komprimim me shtypje tajrit, edhe na i kemë posë përpora, transporti u bo me lokomotiv, i thujmë na me bateri. Me bateri, si kur akumulatori, mushet në rrugët aj për mrenat e turve, edhe nuk ka posë djegjet mrenshme. Investime nuk jenë bo, jenë bo, nuk më që me hunë që s'kanë morë, mirë po 80% teknologjia është 50 vjeqarë. Kër im hiu në qatë teknologji, qatë u mjete, qatë u makina i kom zjetë, qatë u janë hala. Trepqe, për me jesë trepqa për pora, duhet me investu shumë. Duhet me investu shumë. Mas pori, flotacionin, ku bluhet, pastruhet, zeja, bluhet, është përdhem pe vitit 84. Përdhem rës, në atë ku, që aja është konë flotacion i madhë, që ka prodhu trepqa, kanë prodhu edhe pej tjera pjesëve të Jugoslavis, kanë blu në zveçan që kanë qu për shemull, edhe trepqa atëheri i ka qitë shumë të nërë, aja ma shumë hargjërrim, se që tash o duft me mas por me investu një mini flotacion, ma modern. Kënjena këtu miniratës ka sërbë që janë, këtu e kanë investu, këtu bashkësia Europione këta flotacioneri e kanë bo. Dhe nëse kanë bo. Po të Osmani, pa tjetër që për trepqen dhe punëtorët kemi edhe shumë për të folur mirë, po kjo ishte hapësirat të cilën neve e kemi pasur për ju, andaj ju falenderoj shumë që ishit pjesë e jona dhe ndatë sa do pak një pjesë të historisë suaj, por edhe të trepqës në këtë 100 vjetor. Faleminderit edhe për juve, për interesimin që përbani për trepqen, edhe na për trepqe kemi full shumë, Faleminderit shumë për ftesën që na kemi. Faleminderit shumë që ishit me neve.